Slovakia, nga Ballkani, Slovenia, edhe Kroacia. Piles Kroacia ka qenë iniciatore. Iniciativa e 3 dete Baltik, Mesdheut edhe Detit Zi është iniciativë e cila ka të bëjë me investime, infrastrukturë, teknologji dhe energji për të arritur atë që thanë edhe pjesëmarrësit në Tryezë, një autoritet energjetik sa më të madh të vendeve pjesëmarrëse të saj. Do të ishte mirë që qeveria e Kosovës të kërkojë që të jetë qoftë edhe vëzhguese, se edhe Shqipëria vëzhguese është në këtë proces tashmë, të jetë vëzhguese këtij procesi, sepse në investimet që do bëhen, sidomos 1.5%, do të thënë në infrastrukturë, në energji apo edhe në teknologji, është mirë që të kyçen me investime të tjera, të cilat do të thënë e zgjerojnë më tepër dhe japin më tepër frymarrje ekonomisë të vendeve tona, por edhe mundësisë komunikimit me vende të tjera, duke filluar se kjo është iniciativë e vendeve qendrore dhe vendeve të Europës juglindore. Pra, kjo është një gjë që do të thënë po të ke mundësi do t'ja përcjellet drejt për drejt zotit Kurti. E dyta që është më tepër sa teori për sa i përket antarësimit NATO, më tepër se sa një debat konsum politik, është e rëndësishme që aktorët politik të Kosovës dhe institucional të ulen dhe në mënyrë të përbashkët kenë një qasje se kush do të jetë rruga e procesit për të diskutuar me NATO-n se kush janë hapat për antarësimin e Kosovës në NATO. Do në mos shkojmë të vendosim karrocën para kujve, të kërkojmë që të vendoset urgjentisht marrëdhënia me NATO-n për Membership Action Plan dhe elemente tjerë të rëndësishëm të procesit, në mënyrë që të merret sa më shpejt ftesa dhe mundësisht dhe me shpresë Zotit edhe për të bërë antarësimi i Kosovës në NATO. Elementi tjetër që unë mendoj që duhet dhe është pozitiv marrëveshje ushtarake Kosovë, Kroaci dhe Shqipëri, duhet shtuar në një nivel politik, sepse kjo do të jepte më tepër peshë dhe përfshirjes Kosovës me vendet tjera të NATO-s rajonin e Ballkanit përballë kërcënimeve që janë Rusi, Kinë, edhe Serbi, dhe mos harrojmë që kemi faktor tjetër i cili ka fituar shumë autoritet kohët e fundit në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është Republika Srpska dhe nuk duhet neglizhuar, dhe ne duhet si shqiptar të dimë të bëjmë një lobing të qartë Shtetet Bashkuara të Amerikës në interesat të kombit shqiptar dhe jo për të bërë foto apo interesa preferenciale të pushtetarëve apo politikanëve. Mirë, zoti Mediu, falenderoj shumë që ishe pjesë e kanë debatit sonte. Faleminderit ju. Jam krejt në fund dy fjalim mbase. Okej. Për këtë që njëse, ka drejt për cilën? Ka drejt, mendoj, sidomos me përqekje vëra. Çështja me memorandumit të bashkëpunimit në aspektin e mbrojtjes Kroaci, Sloveni, Shqipëri, Kosovë, është rëndësishme. Të ka kaluar tash në nivel operacional të shefave të komandave, që mbajnë të Shkodra ai takimi. Shumë i vlefshëm. Presidenti i Serbisë që ndi kërcënuar si gjithë. Mirë, e shet këtë si për konsum të brendshëm edhe vajtim për të faktori jashtëm. Meqense ai tash ka edhe një marrëveshje me Hungarinë në aspektin e një memorandumit mbrojtjes. Duke mund të jetë edhe